të gjithë ju të shenjës Gafores dhe gjithë ata që janë të interesuar në Gafore, mirë se erdhët në Letra Trefej. Jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës, që është i fokusuar vetëm në të ardhmen. Letra që kam para është 4 të shpatës, është kalorësi i shpatës, pastaj është 5 të shkopive dhe djalli dhe letra oracle në qendër. Gafora. Je në një gjendje ku emocionalisht dhe mendërisht je i lodhur shumë. Dhe kjo del më njëherë nga 4 të shpatës. Kjo nuk është thjesht pushim, kjo është një tërheqje nga realiteti, Gafore. Je tërhequr, je mbyllur, ndoshta për të mos u përballur me diçka që të ka lënduar. Dhe kjo nuk ka ardhur kot, sepse direkt lidhet me 5 të shkopive. Këtu ka konflikt. Mund të jetë me të tjerët, por mund të jetë dhe brenda teje. Ka tension, pasiguri, ndjenje që nuk janë të qarta. Po përpiqesh të kuptosh, Gafor, çfarë është duke ndodh, por vetëm po e lodh më shumë veten. Dhe kështu historia bëhet konflikt, lodhje dhe tërheqje. Në anën tjetër kemi kalorësin e monedhës, që është krejt ndryshe nga kjo energji këtej. Është pjesa jote që do stabilitet, siguri, diçka reale dhe të qëndrueshme. Ti nuk je për lojra, ti do diçka serioze, të ndërtuar ngadalë për të fortë. Që nuk do të thotë vetëm në dashuri, mund të jetë për punë, mund të jetë në familje, mund të jetë për zhvillimin e juaj profesional apo personal. Por problemi këtu, të dashur Gafor, po kërkon stabilitet, por je e lidhur në një situatë që nuk është e qëndrueshme. Dhe këtu vjen e vërteta më e fortë, djalli. Kjo letër nuk është e lehtë. Ka varësi të ndryshme. Mund të jenë mendime, mund të jenë mendime negative, mund të jenë varësi nga një person, varësi nga një situatë, varësi nga një karakter që keni krijuar dhe nuk po shleroni dot, mund të jetë shumë gjëra. Ka lidhje që të mbajnë, ka një situatë kur ti e di që nuk të bën mirë, por nuk po largohesh. Këtu mund të jetë një person, një marrëdhënie, një zakon emocional. Por thelbi është i njëjtë. Je lidhur me diçka që është duke të konsumuar, Gafor. Dhe tani lidhet gjithçka me mesazhin në mes. Kjo është rënja. Ti po qëndron në këtë lidhje, situate, apo çfarëdo që të jetë, sepse do të ndihesh i nevojshëm, do të ndihesh i rëndësishëm, ke frikë të lëshosh. Por kjo nuk është dashuri. Kjo është lidhje nga mungesa. Je lënduar, ke hyrë në konflikt të mbrëmshëm, kërkon stabilitet pra, je lidhur me diçka toksike, që nuk do të thotë patjetër person, mund të jetë situatë, sepse ka një plag lidhje që nuk është shëruar. Gafor, aty nuk je, apo nuk po qëndron sepse është e drejtë për ty. Ti po qëndron sepse nuk ke shëruar atë që të mban aty. Nuk është dashuria që të mban, është frika për të mos mbetur pa të. Çfarëdo që të është, Gafor, ky djallë këtu duhet të zhduket, çfarëdo lloj varësie që keni. Thuani mjaft tani.